Personat që hanë shalqin urgjent duhet ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Zyrtarisht ka filluar sezoni i shalqinit. Prania e shalqinit në ngjarjet e verës, si ndjenjat mund t'i ndryshojë edhe shihet. Ka qenë gjithmonë një gëzim prania e tij edhe shija delikate, por edhe ëmbëlsia dhe hidratimi i këndshëm që ofron. Shalqini është një bime që lulëzon dhe është me origjinë nga Afrika Jugore. Shalqini, një pjesë e fuqishme e historisë, ka qenë gjithashtu pjesë e dietave tona. Edhe pse me origjinë nga Afrika Jugore, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shalqini është kultivuar në 10 vende të globit. Pjesa më e madhe e shalqinit sot kultivohet në Kinë. Ka shumë varietete të shalqinit, si ai i misht, i tulët dhe gjithashtu me ngjyrë roz, të verdhë, portokalli ose edhe i bardhë. Ky frut, duke i konsumuar vazhdimisht, mund të sjellë përfitime të rëndësishme shëndetësore. Prandaj në këtë video, sipas Eating Well, do të rendisim përfitimet kryesore që do të ofrojë shalqini nëse shtohet vazhdimisht në dietën tuaj. Ai do të ofrojë përmbajtje të mira të likopenit. Likopeni, i cili gjendet edhe te domatet, është një karotenoid fitonutrient që jep edhe përmirësimin e shëndetit kardiovaskular, duke përmirësuar kështu edhe shëndetin e kockave. Shtimi i shalqinit në menunët tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Ndaj, ekspertët këshillojnë në konsumin e shalqinit në menunët tuaj. Shalqini përmban citrulina. Citrulina është një aminoacid i cili organet tona mund ta konvertojnë në arginin. Nivelet e rritura të argininës ka qenë të lidhura me shëndetin e përmirësuar kardiovaskular dhe qarkullimin e përmirësuar të gjakut. Nivelet të larta të argininës mund të jenë në gjendje të parandalojnë grumbullime të tepërta të yndyrës. Arginina gjithashtu lidhet me funksionet më të mira të veshkave, në shërimin e komplikacioneve dhe në rritjen më të mirë të imunitetit tuaj. Ekspertët këshillojnë në një zëri shtimin e shalqinit në menunët tuaj ditore, kjo për shkak të elementeve ushqyes që ato ofrojnë. Shalqini do të ofrojë përfitime të mira të vitaminës C. A e dini se një fet shalqin do të ofrojë rreth 23.2 mg të vitaminës C? Përfitimet e vitaminës C janë shumë të mëdha edhe në parandalimin e deficiencave imunitare, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të syve, rrullave e të tjera. Shalqini ka në përmbajtje të tij element të kolinës. Kolina, e cila gjendet tek frutat e shijshme, ndihmon trupin në luftën kundër inflamacionit. Ajo ndihmon gjithashtu të flini më mirë gjatë natës, të përmirësoni nivelet e kujtesës të mësuarit edhe të përmirësoni gjithashtu edhe lëvizjen tuaj të muskujve. Shalqini do të ofrojë përfitim të mirë të fibrave. Për shkak se shalqini është i mbushur me nivele të larta të fibrave dhe ujit, ai bën çuditëra për sistemin tonë tretës duke ndihmuar që të kemi një jashtëqitje të rregullt dhe pa pengesa të konstipacionit. Shalqini do të ofrojë element të mirë të vitaminës A. Shalqini përmban gjithashtu vitaminat A, të cilat ndihmojnë të mbani të shëndetshme lëkurën dhe flokun, dhe mes të tjerash të përmirësoni ndjeshëm organizmin tuaj. Shalqini ka në përmbajtje të tij pak kalori. Shumë njerëz gabimisht supozojnë se shalqini ka pak kalori sepse ka vetëm ujë dhe sheqer, por kjo nuk është e vërtetë. Derisa shalqini ka vërtet pak kalori, ai është i mbushur me ushqyes të tjerë të shumtë, që na ndihmojnë të jemi më të shëndetshëm duke na mbajtur vazhdimisht të hidratuar dhe duke përmirësuar në mënyrë të rregullt organizmin tuaj. Ekspertët cilësojnë shalqinin si një përzgjedhje fantastike ushqyese me dobi të larta për shëndetin. Shalqini është një frut freskues dhe një ushqim çuditëbërës për shëndetin. Ai ka fuqi të pabesueshme hidratuese dhe është një nga produktet më të mira që mund të shtoni gjatë sezonit të verës, për të marrë gjithashtu edhe hidratimin e duhur për të pasur një organizëm më të shëndetshëm dhe më të fortë. Shalqini është një nga frutat më hidratues dhe me një përqindje rreth 92% ujë. Jo vetëm që është një aleat shumë i mirë kundër dehidratimit të trupit, por edhe për shkak të elementeve antioksidues mund të luajë një rol parandalues kundër komplikacioneve të caktuara.
Ndër të tjera, shalqini do të ofrojë një mbrojtje më të mirë të shëndetit të zemrës, të rregullimit të presionit të gjakut, zvogëlimin e dhimbjeve të kyçeve e të tjera. Ullumtimet e fundit po tërheqin vëmendje ndaj provave që tregojnë se shalqini nuk është vetëm për të trajtuar hidratimin veror, por ky frut në fakt mund të përmirësojë shëndetin e zemrës dhe gjithashtu të japë rezultate të mira në mbrojtjen e organizmit tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Një studim zbuloi se njerëzit që konsumojnë shalqinë çdo ditë marrin vitamina, fibra, gjithashtu dhe antioksidant, edhe pak sheqer dhe yndyrna të ngopura. Një tjetër provë klinike zbuloi se përbërësit e lëngu i shalqinit mund të mbështesin edhe funksionet e enëve të gjakut gjatë rritjes së sheqerit në trup. Me lëndët ushqyese të likopenit, L-citrulinës, vitaminës C, studiuesit thonë se ky frut freskues është një aleat shumë i mirë gjatë të gjithë shëndetit kardiovaskular, duke përmirësuar cilësinë e tij dhe duke mbajtur larg problemet e radikaleve të lira. Ekspertët cilësojnë shalqinin si një komponent natyral për mbrojtjen e shëndetit tuaj të zemrës. Shalqini është një burim i shkëlqyer i antioksidantëve, siç është likopeni, i cili jep edhe ngjyrën e kuqe atyre. Shalqini mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të ndryshuar rutinën tuaj gjatë sezonit të verës, dhe ndikimet që jep në organizëm do të jenë të menjëhershme dhe të fuqishme. Bën mirë për shëndetin e zemrës. Disa lëndë të shalqinit janë të mira për shëndetin e zemrës. Për shembull, likopeni është i lidhur me kolesterolin më të ulët dhe presionin e gjakut. Zvogëlon gjithashtu edhe dhimbjet e muskujve. Shalqini përmban citrulina, një aminoacid që mund të japë efekte të mira në zvogëlimin e këtyre komplikacioneve dhe rritjen e shëndetit tuaj në tërësi. Citrulina është gjithashtu në dispozicionin tuaj si një shtesë, por ullumtimet tregojnë se thithja e saj është efektive edhe në përmirësimin e imunitetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shalqini është i pasur edhe me nivel të lartë të antioksidantëve. Shalqini është i pasur me likopen dhe vitaminën C, që mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e inflamacioneve dhe dëmtimeve oksiduese. Studimet gjithashtu sugjerojnë se likopeni mund të ndihmojë në vonimin e fillimit dhe përparimit të sëmundjeve të Alzheimerit, si dhe parandalimin e degenerimit makular, lidhur kjo edhe me moshën. Shalqini është i mirë për shëndetin e lëkurës dhe të flokëve. Shalqini është i pasur me vitaminën A, vitaminën C, të cilat janë të rëndësishme për shëndetin e lëkurës dhe të flokut. Vitamina C që gjendet te shalqini do të ndihmojë gjithashtu edhe në prodhimin e kolagjenit, një proteinë e cila do të japë edhe elasticitetin e lëkurës suaj, duke ndihmuar në rritjen e flokut dhe parandalimin e komplikacioneve. Vitamina A tek shalqini është e rëndësishme për riparimin dhe ndërtimin e qelizave të lëkurës. Me mungesën e këtyre lëndëve ushqyese, lëkura juaj mund të duket më e thatë, më e dobët dhe gjithashtu edhe më e prekshme. Ekspertët e cilësojnë shalqinin si një përzgjedhje fantastike për të shtuar vazhdimisht në dietën tuaj ditore, veçanërisht nëse doni një hidratim më të mirë. Shalqini është një nga ushqimet më të njohura për të shijuar gjatë gjithë muajve të verës, por mund të jetë edhe freskues nëse e përdorni atë si duhet gjatë kësaj periudhe. Me sezonin e shalqinit arritet edhe përfitimi i mirë në shëndetin tuaj. Ekspertët e kuzhinës citojnë se shtimi i shalqinit në dietën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Sigurisht i kombinuar si duhet në dietën tuaj, shalqini mund të luajë një rol pozitiv në menaxhimin e vlerave të trupit dhe paksimin e komplikacioneve të tij. Për sa kohë shalqini konsumohet në sasinë e rekomanduar ditore, vlerat që do t'i ofrojë shëndetit do të jenë të menjëhershme, plus edhe në shëndetin e zemrës. Shalqini është i pasur me aminoacide të cilat do ta ulin tensionin e gjakut. Shëndeti i zemrës përmirësohet edhe nga antioksidantët, të cilët do të ulin në riskun për një atak në zemër. Shalqini do të ofrojë edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit të nyjeve. Shalqini përmban pigmente natyrale që luftojnë inflamacionin në gjymtyr. Disa studime të cilave u referohemi thonë se konsumi i shalqinit një zëri mund të ofrojë një mbrojtje kundër këtyre komplikacioneve. Vëmendje,
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.